Shoqëritë e transportit urban ka lajmëruar qytetarët se duke filluar nga data 1 shkurt, për një bilet urbani do të paguajnë 50 deri në 70 lekë, ndërsa bashkia bën të ditur se ende nuk ka një kërkesë zyrtare nga këto shoqatat. I kontaktuar Ferdinand Ibrahimi, drejtuesi i shoqërisë së transportit urban, thotë se është duke u bërë studimi në lidhje me kostot e transportit publik, nga ku do të merret edhe vendimi se sa do të rritet çmimi i biletës, ndërsa vetë qytetarët thonë se kanë të papërballueshme këtë rritje të çmimit. Është e papërballueshme për popullin shqiptar, me 500 lekë është shumë e vështirë për të hipur njerëzit në atë. Do mundohen të shkojnë, domethënë 3 stacione do mundohen të shkojnë më këmbë. U mësou populli me këto çmime. Nuk është herë e parë. Do detyrohemi të ecim këmbë. Po do vazhdoj të marr përsëri abone, qose dhe ajo nuk edhe abone do rriten. Po patjetër sepse nuk kemi mundësi tjetër. Në këmbë se pensionista ne. Së shpejti studimi mbi kostot, infrastrukturën dhe mos subvencionimin e atyre që udhtojnë falas, do të shoqërohet me një kërkesë zyrtare që shoqata e transportit publik do t'i dorëzojë bashkisë. Ndërsa vetë kryebashkia Lulzim Basha më herët tha se nuk do të bëj pazar me çmimin e vendosur nga shoqëritë. Sipas bashkisë, çmimi i një bileti urbani do të ndryshojë vetëm nëse studimi do të bëhet nga ekspert pavarur dhe jo nga këto shoqata.